Kombëtarja e Shqipërisë në basketbol përmes të U18 po bën një figurë mjaft të mirë sportive në eliminatorët e evropianit që po luhen në Shkodër. Jordi Preka është përfaqësuesi i vllaznisë së Shkodrës në këtë kombëtare. Preka urime për pjesëmarrjen kombëtare. I kënaqur? Shumë i kënaqur. Kja është qenë punë tanë punën që ka bërë tanë stafi teknik i vllaznisë, familja jeme, edhe trajnet e tjerë si Klaudia që më kam ndihmuar me fillimet e mia, edhe jam shumë mirënjohës për tanë trajnet, tanë njerëzit që më kanë ndihmuar në këtë rrotim, edhe ku kanë ëndër shumë e madhe për me qyshe vogël, madhe kombëtare, edhe është emocion shumë i madh, normalisht, që bëhet sidomos që bëhet edhe në Shkodër, në shtëpinë time ama, edhe kjo gjatë që dojnë tonë mosha jeme që merren me sport. Jeni rritur me ekipet e vllaznisë të moshave, madje tashmë jeni edhe pjesë e ekipit të parë të kategorisë së Superligës, ndërkohë që keni kaluar edhe kombëtarët e moshave më të vogla. Por tashmë me U18 është një kulm i juaj. Më ka ndihmuar shumë sidomos edhe ekipi i parë, siç po thua edhe ti, edhe normalisht që kam pas edhe eksperiencë për U16, por këtë vit jam edhe fija më i vogël dhe fokusohem më shumë te viti tjetër, që është U18. Në 3 ballafaqime të ekipit tonë kombëtar në Shkodër, 2 fitore, një ndaj San Marinos dhe sot ndaj Moldavisë dhe u mundët nga Malta. Por sidomos në takimin me San Marinon ishit shumë inspikator në fushën e lojës. Po, ishte mirë sepse mora edhe fije minuta me San Marinon. Mundume me kishin neshën në kontrollë, fillu me mirë qysh në fillim, edhe ishte krejt në mesha jonë. Edhe në mundova me lujt mirë për ekipin e për tonë, normalisht. Si ndjeni vetën në bashkëpunim me stafin teknik, me teknikun Besim Dervishaj? Krejt mirë. Tana janë të shku ashtu si isha menu, janë tana gjanë perfekt. Organizimi është krejt i mirë edhe jena krejt natën me çdo gjë. 2 fitore dhe një humje dhe Shqipëria është kualifikuar në gjysmën finale. Objektivi tashmë sa vjen edhe rritet, normal. Emocionet kanë më rrit, mesin kanë më shumë më të forta se tesh, si kanë mesha që partne. Kishim i gabim shumë madh që bëme me Malten, që e fillu me meshen shumë ka bashkë, por i rekuperu me diftu me vetin si kusha skuadra është i njështë, se çfarë punët kena bërë të qysh fillim, edhe kena diftu më të mirën e mundshme. Diçka në aspektin personal, publiku shkodan për ju duart roket, por ndërkohë familja juaj vazhdon të jetë prezente si gjithmonë në tribunën e Pallatit të Sportit Besim Dervishi dhe me siguri i jep më tepër moral. Po normal, sidomos familja kur kanë mbështetje me mama, çysa kanë filluar basketbollin, edhe deri tani. Më ka ndihmuar shumë sidomos kanë ndaj afër çdo nesër kur kam pas larg, nesër që kam pas jashtë, nesër që kam pas me anë, kur kanë mbështetje me mama. Qëse jam këtu jam veç për mbështetjes familjes, mbështetjes shokëve, njerëz që kanë ndihmuar. Ne pa në fakt edhe babin edhe mamin, po cili prej tyre është më tepër tifoz? Me basketbollin baba më shumë sepse baba kupton sportin më shumë se mama, normalisht që kam e kem baba, pa dhe mama. Dhe këtë rritje tuaj në aspektin profesional, dedikimi shën për familjen? Normal, është diskutor. Për familjen aty, për trajnerat e për stafin. Ishim me Jordi Preken, basketbollistin e vllaznisë të ekipit moshave, por edhe të ekipit parë të Superligës së Shqipërisë, që drejtohet nga tekniku Enel Llazani, por sot është pjesë e ekipit kombëtar U18, i cili sapo fitoi ndaj ekipit Moldavisë me diferencë të madhe pikësh. 3 ndeshje, 2 fitore dhe një humje, Shqipëria në gjysmën finale. Jordi Preka, faleminderit për intervistën. Dhe shpresojmë që në gjysmën finale dhe me tej Shqipëria të ketë më tepër sukses. Normal.